Komuniteti shqiptar i New Yorkut u bashkua sërish të dielën në Pennsville, New York, për të mbështetur TV Boeing. Në restorantin Tesoro d'Italia të vëllezërve Lucaj, 10 bashkëdhetar u mlodhën në një darkë fondmbledhëse për të ndihmuar ndërtimin e godinës së re të TV Boeing në Tuzë të Malësisë Madhe. Kryetari i komisionit, avokati Joseph Dedvukaj, foli me tone të forta dashamirësie dhe pyeti se a jemi të denjë për trashëgiminë që na kanë lënë të parët tanë, që TV Boeingin, i cili është fjala e Malësisë, zëri i tokave tona, kujtesa e një populli që ka luftuar, nuk është përkullur kurrë, ta ndihmojmë sot që ka nevojë edhe për ndihmën tonë. Profesor Anton Lajçaj, i cili dhe udhëhoqi këtë tubim, theksoi se Boeingi në Tuzë dhe diasporë është i vetmi medium që transmeton plotësisht në gjuhën shqipe jashtë kufijve dhe se ne si diasporë kemi detyrim ta mbajmë gjallë këtë zë të gjithë shqiptarëve. TV Boeing u themelua me 28 nëntor 2001 nga indieri Tom Bojaj dhe është televizioni i parë dhe i vetmi me program 24 orësh në Shqip në Malin e Zi. Në fund, mesazhi i këtij tibimi fondmbledhës ishte se kur bashkohemi ne shqiptarët e Amerikës mund të bëjmë gjëra të mëdha. Tani është rradha e të gjithëve, atyre kudo që janë të kontribuojnë, nga se dhe fushata vazhdon që ta mbështesin TV Boeing. Sepse duke ndihmuar këtë zë, ne mbrojmë identitetin tonë, fëmijët tonë dhe të ardhmen tonë shqiptare në këtë trev që ka bërë histori. Ky organizim për ndërtimin e objektit të ri të TV Boeingit është organizim i të gjithë shqiptarëve pa dallim dhe të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse në këtë këshill organizativ kemi shqiptar nga pothuajse të gjitha trojet, normalisht pak më shumë nga veriu, por jena munduar të përfshijmë sa më shumë njerëzit të cilët kontribuojnë dhe kanë kontribuar gjithmonë. E di se ky objekt nuk është edhe aq i lirë për të ndërtuar, por në një analizë se sa kushtojnë televizionet për të ndërtuar në përgjithësi në Ballkan, vërtet jena mundu jo të jetë kualitetit të ulët, por të paktën të mundohemi që të kursejmë edhe bashkëvendasit tonë sa më shumë, por normalisht të dalin edhe kualitet. Shpresojmë, besojmë dhe do të dajmë ju lajmin e mirë, shpresojmë ndihmën tuaj dhe të gjithë atyre që dëshirojnë dhe janë përkrahës të këtij projekti, se inaugurimi ose kreditimi i këtij objekti dhe hapja e tij zyrtare do të jetë 18 ose 19 gushti i këtij vitit. Joseph Dedvukaj, si kryetari i këtij grupi organizativ. Të dashur bashkëkombës, bi dhe bija të Malësisë miq të mbështetës të TV Boeing. Sonde nuk jemi mbledhur vetëm në një restorant, sonde jemi mbledhur përpara një detyrimit moral. Përpara neve, është amaneti që nuk na thret vetëm me fjalë, na thret Malësia e madhe. Sot ne kemi ardhur këtu për një qëllim të madh dhe të shenjtë, të sigurojmë me afërsi ata që ka mbet për me përfundua studion e TV Boeing. Ky projekt ka dikun rreth $300.000 të pa shpenzume për me përfundua projektin. Kjo është pesha e përgjegjësisë sonë, kjo është prova e dashurisë sonë, kjo është matja e besnikërisë sonë ndaj vendimjes, ndaj gjuhës sonë dhe ndaj trashëgimisë që kemi marrë nga të parë tanë. Sepse TV Boeing nuk është vetëm një televizion. TV Boeing është fjala e Malësisë Madhe, është zëri i trojeve tona, është kujtesa e një popullit që ka vojtur, ka qëndruar, ka luftuar dhe nuk është përkullur. Por kur nuk e ka humbur identitetin, kur nuk e ka humbur misionin,
kur nuk e ka humbur besimin se zëni i malësisë madhe duhet të jetojë. Dhe sonte, edhe çdo tubim tjetër që të bajmë, le të themi me bindje të plot një institucion që i ka shërbyer kombit për një qerek shekullit, në këto kushte nuk është me thjesht media, ajo është amanet, ajo është nder, ajo është trashëgimi kombëtare. Prandaj, kjo natë nuk është vetëm një fondmbledhëse, kjo natë është një provë nëse ne, bijat e këtij kombi, jemi të denjë për atë që kemi trashëguar, një provë nëse dim të ngrihemi në çastjen e duhur, një provë nëse dim të mos nam vetëm atë za që ka folur për ne kur shumë të tjerë kanë heshtur. Pyetja para nesh është e thjeshtë, por e rëndë. Ato të lanë zërin e malësisë madhe të mbijetojnë, sirish, vetëm me sakrifica, apo të ngrihemi sonde si shqiptar, edhe do të themi mjaft, tani është ralla jonë. Na kishim da kaq shumë kështet që jetojnë atje, na kishim një kanal televizim që më shqipe krejt. Por ata nuk dojnë, gjithmonë e kanë limituar, na kanë lexuar, dhe ato janë gjitha dhe pasojat se ma shumë kemi popullat në diasporë se sa në ndidje, fatkesisht. Dhe unë besoj se një kontribut për televizionin Boin është një kontribut për në gjithë malësin, edhe pse në sferën private ka kundërshtime apo paragjykime ndryshme, fjalët e halkut thonë në metësorët e pikat e igalit s'mund t'i mëllën kur, por do ta ndërtojmë dhe do ta përfundojmë me një zotin gjithë së bashku si që kemi filluar. Faza e parë ndërtimit e bat, shumë bukur, fërnderës edhe Koli Ivana i cili përcjell ditalisht këto punime, dhe doktori nderuar, unë jam falënderuar se jam i gëzuar se jam pjesë e këshillit, vetëm nuk kish mund me bazjan si kur asion është, por falë gjithë vllazëve malësorë në diasporë e kontributi që japin për këtë televizion është nder që t'jem prezent në me juve. Faleminderit gjithëve për kontributin. Jo së lidhë, por shkëlqyra për vazhdimin e punës së këtij institucioni të rëndësishëm informatik. Mirë po, nuk përfundon puna me kaq. Muret nuk prodhojnë program. Dhe televizioni, kam thënë edhe më parë, është mjeti më i shkrejt informativ. Kemi 3 mjetet informativit publik. Është gazeta, është radio edhe televizioni. Gazeta ka tekstin, radio ka tekstin edhe zërin, kurse televizioni ka tekstin, zërin edhe mbulesën. Që shpesh herë mbulesa flet më shumë se sa teksti që lexohen. Gazetari, udhëheqësi i emisionit, duhet të ketë kujdes përveç se si lexon, edhe përveç mbulesës që mahet, duhet të ketë kujdes edhe qëndrimin para kamerës. Do të thotë, këto janë disa karakteristika të mjetëve të informimit. Por prodhimi i një informate televizive kushton shumë. Është ekipi i cili duhet të shkojë në teren, të përgatisë tekstin, të marrë me kamerë, dhe babjet të vinë në studio. Gjitha ato kushtojnë shumë. Në qoftë se nuk do të ketë pajisje mjaftueshme edhe të them edhe moderne, sepse është modernizuar,
televizioni teknika në përgjithësi, atëherë objektet nuk do të ndihmojnë shumë. Janë krijuar, po them, kushtet normale për punë të gazetarëve, të montazherëve, të kameramanëve, të emituesve të programit të kështu me radhë. Por nevojiten edhe shumë mjete tjera. Ende ka bindje se televizioni, kjo është televizion privat, duhet ta di, ka obligim të përcjellin gjitha ngjarjet që zhvillohen. Por duhet ta kuptojmë se ky nuk është servis publik. Servisi publik financohet nga shteti, jo nga shteti tek shumë, por nga taksat e popullit. Televizioni bojin nuk merr kurrë prej asaj. Jo është televizioni bojin, por televizioni privat asnjë. Kështu që ashtu duhet ta kuptojmë se dikush duhet të financojë ata gazetarë, ato shpenzimet që ka televizioni në përgjithësi. Footnote në faqet të historisë. Tonë të gjithë ta parafolësit para me e tonë shumë bukur dhe nuk di sa mujë me shtua për te që e kam thonë, po kjo është gjë e bekume, inshallah me të lloj ka gusht do t'jem të gjithë aty me prej shëritit edhe me vazhdua këtë epokë që vazhdimisht me e përpara. Jo që të kërkojmë, por ke marrë së bashku të përfundojmë këtë projekt, këtë vepër e cila meriton dhe tregon se ju e vlerësoni si gjithmonë që kanë ditë shqiptarët e New Yorkut me veprua, me punua, me shpenzua, edhe besa edhe pushkën me marë për atë dhejën. Pra së bashkut, komunitetet e New Yorkut e të Michiganit kem da gëzimin, kem da villnimin, kem da gjitha ngjarje për malsin dhe për kombin shqiptar. Me siguri, para 25 vitesh, ne se kem ditë që të bashkohen në këtë sëtë. Por ai që e filloi këtë program, i ndjeri Tombojaj, të cilin e kom pas mik, shok, deri në minutin që ka lënë jetë. Por ai, sa ke gjallë, i nej besnik malsis, me programin në gjuhën shqipe, me shumë shtërsina, dhe çdo herë që i të i shqetësuam, ai e kite shpresen në këtë diasporën, aty tregon sa i ka kenë shumë vizionar, dhe pas ka pa njoft si kur kush, diasporën majsore, po në përgjithësi dhe diasporën shqiptare. Ai ka marrë pjesë në gjitha trojët shqiptare me programet e veta që edhe në Kombet Bashkuara ku ka pa Emili Gjerat, ish ambasadori i Amerikës Negroponte. Do me thënë, ai ka besuar shumë në ne, po dhe ne si diasporë kem besuar në programin e TV Bojin. Se kem da shumë malsim, zbashkut, kem da gjuhën. Në atë vend, në atë maltëzi, 60 minuta kënë programi shqip. 60 minuta shumë pak. Nuk mësohet, nuk kyzohet zemra, as shpirti me as minuta. Me gjithse, Tomboj nuk e pat jetën e gjatë. Lajnëroj jetë dhe shumë prej nesh pyete çka do të ndodhi me këtë program. Por prap, bashkëshortja e tij, e nderuar Sandra, me fëmijën, me bashkomas, prap ne vazhdojmë së bashku ata programin atje dhe na këtu që të përkrahin TV Bojin. Me të vërtet e keni pa dhe e pa vetë, nuk duhet të marr kohë, se sa për nevoj është kënë një studio e re. Dhe aty kur u fillua kjo punë shumë e madhe, me rëndësi për malsin, dhe ky këshill shumë i dashtun pra vend se filloi vetën, por shpresën
e gjithë diasporës shqiptare. Edhe atë ditë kur përfundohet ky objekt, kur t'jen emnat të shkruam, nuk do t'jen vetëm malsorët, por do t'jen shqiptarët për gjitha trojve shqiptare. Ato me siguri na gëzon ne, e gëzon Malsinë, se Malsia është pjesë e pa dashme, pa kufin, por gjithmonë zbashkut, me zemër, me tru, me shpirt, me gjuhën, me flamurin, me Skënderbeun, e zbashkut. Do të dalim face bardhë, me zbashkut, me siguri, ky projekt do të përfundoj. E shumë herë vjen pyetja, a thua do të arrisim së bashku që me përfundua. Unë e kom pyetjen para jush dhe gjithë mëgjimtarëve, dhe gjithë shqiptarëve, dhe vendinës atje, cilin program, projekte kanë filluar mëlsor e se kanë përfundua. Asë një deri sot, edhe këto së bashkut, me gjitha shoqatat e përfaqësuesit, unë s'mu në marë emën për emën, se unë një zgjidhjet, i në zemrën time, jem së bashkut, do të vazhdojmë, e kështu do të veprojmë për gjithmonë. Pse e kemi shua vendlindjen, se kemi trahtua. Pse e kemi shua vendlindjen, se kemi largua lak zemret, por gjithmonë do t'jem me Malsinë, me trojet shqiptare, ku do gjindin e ku do janë shqiptare. Honorë që sa marë. Jem krenar dhe i privilegjuar se me keni caktuar të e pjesë e këti organizimi për ndërtimin e objekte televizionit Boeing dhe mendoj se është një iniciativë e sëruar dhe këtu vim se bëjmë këtu dhe kemi bënë dhe për para edhe këtu, edhe ndetërë të iniciatorë. Besoj se kam një jehon dhe kam rrit një entuziasm dhe një shpres për Malsinë, sepse po punojmë për një dritare të rejë. Dhe s'gjusë ju që jeni këtu, që jeni figura, se keni vanë për këtë qeshtje, dhe i vetë për këtë qeshtje, por për gjitha qeshtje që ka panderojë Malsia. Dhe duhet ju falenderoj nga zemra, gjithë shka bani për këtë institucion informativ, sepse me këtë institucion ne mund të ngrejmë zemrat për para dhe mund të njoftojmë Malsinë, Shqipërinë dhe botën jashta, sepse dritaria është e hapur, është vizion, është ocean, dhe prej këtu ne mund të cilërim dhe të bajmë ma shumë për vendinjen tonë. Unë duhet t'ju përshëndes, në falë se u zgjata pa, dhe falenderit për gjithë ata që ka bani të sheshtë i këtë. Rëndësia e Boeinit, rëndësia e mikrofonit, me pasën këtë komunitetin e Malsisë, ku ka një zhryje e madhe, kemi pa plavën e kuzinë. Ja, nuk e di unë 80% asimilu. Nuk e di. Edhe vetëm si pas me. Edhe në Malsi, të dhe pasat të presioneve ekonomike dhe politike që si kur printan që kanë arë këtejna, edhe tjerë, edhe mos e pas mikrofonin tonë, presioni i asimilimit. Kjo është rëndësia për mua, kjo është rëndësia e Boeinit. Investimi në televizionin Boeing, në përfundimi ti mendoj se është një investim jo vetëm në gjeneratat e tashme, por edhe ato të ardhshme. Sepse si që dim të gjithë është i vetmi televizion në gjuhën shqipe. Ka punuar në kushtet jashtëzakonshme edhe tash shqyr zotit që ka ardhur mundësia e me një mua me e realizu këtë projekt. Edhe ajo duhet më ofroju, i duhet Malsisë, i duhet diasporës. Çdo investim, sa do i vogël që tijet, mendoj se është me interes për të realizuar këtë projekt. Dhe si që dim, Brigata ka dalë buk negojës me Malsinë, sepse na jemi një e jemi të pandashëm. Ky është një zonë që i duhet Malsisë, sepse kështu ruhet identiteti ynë kombëtar, kështu ruhet gjuha, kultura jonë. Faleminderit të gjithëve dhe respekt për ju që keni vepruar edhe keni ardhur nga Michigani, nga vende tjera, e ju dëshiroj suksese e të realizohet ky projekt. Besoj se realizohet. Ashtu siç keni realizuar projektin tjera.
Më pëlqej ajo kur thatë kush e ka mikrofoni e kontrollon. Unë kam pas fatin që t'jem rreth një viti drejtori i Zërit Amerikës. Du t'jap në shembull se sa është vështirë të mbahet një program televizion. Për 30 minuta program ditë kemi pas rreth 20 vetë. 20 gazetarë duhet të punojnë për 30 minuta. Mesazhi është se televizioni kuston shumë, edhe bojini e ka shumë vështirë bëhet pa ndihmën e diasporës shqiptare. Ose që tha dhe Marashi, kur fillon mësoj një punë, e kryj. Edhe kjo punë do të kryet me sukses. Si që dini edhe shumica ju, unë vazhdoj të jem botues i Gazetës e Siguria, një kohë, kur nuk kam qenë botues, po kam qenë gazetar tjetër. Kam udhëtuar gjitha shtetet e Amerikës, ku ka shqiptarë. Louisiana, Marabresh, Michigan, Kalifornia që të punë, por, e them para zero, komuniteti më bujar që e kam hasur gjatë të rrotime ka qenë komuniteti i Michigan. Është një komunitet shumë i veçantë, shumë bujar, kur shkon marsohet për të kërkuar ndihmë nuk them duar bosh, edhe ky aktivitet e tregon bujarin e tyre, po ky nuk është vetëm një aktivitet që kanë organizuar. Ata kanë qenë me sa më kujtohet ndër të parët që kanë ndihmuar luftën e UÇK-n, materialisht me ushtar. Komuniteti i Michiganit është i veçantë për harmoninë ndërfetare, është i vetmi komunitet që ka 3 bashkësi fetare, do 3 institucione fetare. Vërtet 4, kisha katolike, kisha ortodokse, teqeja edhe xhamia. Ato gjithë punojnë në harmoni me një tjetër, ato kanë qenë gjithë bashkëpunuese edhe në aktivitete kombëtare. Edhe njerë, urime, sukses, dalë faqebarët në këtë aktivitet shumë më rëndësi për rrugën e rrugën e gjuhës traditës edhe për informimin e shqiptarëve jo vetëm marsi, por në diasporë. Faleminderit. Të nderuar bashkëpunës, bashkëmendes, si jam këtu para jush, të përshëndes ONM-in tim, po ONM-in Federatës Vatra, si sekretari i saj, sepse lidhet kjo duke menduar çka më thonë, pra për mos përsëris, më radh mend se si një poezi e Fanolit, ajo poezia e famshme Baj nam mos i frikë se ke djemt në Amerikë, dhe ne gjithmonë duke filluar ne nga ajo kohë e Nolit, e Konicës, e kemë vazhduar këtë traditë. Më bashkuat, me ndihmuar njëri tjetrit, me ndihmuar komin, me ndihmuar vendin tonë, me vu një gurë në atë mundin tonë kombëtar. Dhe ai gur herë është edhe një gur i madh, po mund të jetë edhe një gur i vogël. Dhe pa të gurin e vogël, as ai gur i madh nuk rrin, do të me majë. Ashtu që çdo kontribut, edhe i madh, edhe modest, është i mirakull, sepse vjen nga zemra, vjen nga shpirti, vjen nga ajo çka kemi trashëgimi me dëgjenerata. Ishte një akt i guximshëm nga ana e TV Bojn dhe nga ana e Tom Boye që të marrte një iniciativë tillë sepse kishte rrezik edhe për punën e tij edhe për ndonjë sankcionim. Kështu që ne me këtë rast unë mendoj që sonte e nderojmë edhe punën që ka filluar pioniri i informimit shqip në Malzi Tom Boye. Ndihmuar dhe me vërtet Malësia dhe diaspora Malësisë në Detroit dhe New York është shembull se duhet treguar se si ndihmohet vendlindja e tyre. Ju e keni treguar si me zgjedhjet komunale në Malësi, e keni mbështetur. Tani edhe me ndihmat financiare që nuk duhet të përmendi, Rendi Pazareni, me bursat ndryshme, shoqata Malësia, shoqata Trieshi, dhe ju gjithë bashku keni treguar dhe jeni model edhe për shoqatat e tjera të komunitetit se si duhet ndihmuar vendlindja. Dhe unë për këtë ju përgëzoj. Nuk duhet ta zgjas më tepër, ju falenderoj për vëmendjen dhe ju dëshiroj që një sukses.
Nese ke zemrën e vullnetin e shqiptarit. Përshëndes të gjithë prej Michiganit, zotin Joseph De Dukaj, si thanë, këtu ka si fëmijë, mirë po kontributi i tina nuk ka mundua kur, prej aktivitetet më të para në Malsi, për Kosovë, Shqipëri, për lëvizjen demokratike e të tjera. Do të përshëndes edhe të gjithë tjerë, se me të vërtet, Malsia e Michiganit ka dhënë aq kontribut sa nuk muna me të vërtet, me një fjalë, me shpreh ata që e kanë bërë, ma tepër me thanë se gjithë bashkësia shqiptare që ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj na sot jemi tu bua këtu me blie për një televizor. I ka marrë përgjegjësi i përgëzoj për guzimin sa është guzim të mash një barë ka shtranë për Shqipër, po një barë që ja dhe të marrim, base TV Bojini, si që tha të gjithë, ka qenë një ditare e vogël ndoshta, po mjaftuar për ta që na si t'jaskur ta shohim me ljen tonë, t'i shohim vllaut dhe motra dhe ta afërmit tonë. TV Bojin, ose Tom Bojaj, e ka filluar me shumë sakrifica. Do të thotë, ka shpenzuar dhe ta thome ka kuvizuar dhe bukë në gojës familjesh që të ekzistojnë sot këtë TV Bojin. A sot TV Bojini nuk kanë kushtet mira. Mirë po, si shkot Domnor Zholaj, TV Bojini e ka meritua një përshesh që tonë në Malsor, një dhurat sa do që ata kushtojnë ne. Prandaj në vend të fjallëve, ju tharas të përkrahim materialisht, sepse fjallë të me rejera, na folë në shumica për ju se gjithë me men për rridhat, për sakrificat që i ka kalua kë TV Bojin, po dhe në përgjësi Malsia. Sot jem në një situatë falënderit Zotit më të mirë, me ardhen e komunës, me gjithë që komuna nuk ka që një zgjedhje plot dhe i drejtë e çështje shqiptare në Malezi, por një hap për para, do të kenë një administrim. Dhe punë bashkë gjithë dhe dalë shumë faqe bashkë. Faleminderit. I falenderoj për besimin e tyre që më lanë si arkatarës bashkët me Malot i Vezaj, një aktivist i dalluar në Michigan, dhe Noa Nikolaj për një familje të nderuar nga Trishtë dhe Malsia. Tani do filloj që jap emrat e gjithë juve. Kisha pas dëshirën më të madhe që dhe herën e parë që këtu në Michigan dhe në familjen e vllazërve Lucaj, që kjo familje po tregon dhe po jep, jo vetëm se po japin këta, por po tregojnë se kush kanë qenë edhe babat, zyshat dhe sërgjyshat e tyre dhe familja e tyreve brends mas brends, si kemi thënë në Malsor, po këta kjo është faqe bardh dhe valashin djemve, nipave, stërnipave, sa t'jetë jeta. Në njerëzit të cilët e përkrahin këtë iniciativë për televizionin Bojë, dhe jam shumë mirë njohur nga zemra personalisht dhe në emër gjithë grupit iniciativës që jemi të caktuar dhe jemi caktuar në Michigan për të përkrahur këtë televizion, u falenderoj dhe dëshiroj shëndet, jetë, mirësi dhe çdo gjë që ka dhe shumë zemra në jetën dhe në familjen. 2026 sonte në orën 9 dhe 14 minuta do filloj që çdo emër që ka dhënë kontributin e tij ta përsëris dhe ta flas këtu. Numër 1, Kolzefi Cacaj $500, Viktor Frani Lëgjuraj $1000, Vasel Pietri Ulaj $300, Zevgjoni Kalaj $2000, Vehbi Bajrami $500, Gjon Pashku Dëdvukaj $1000, Fernand Frani Camaj $400, Nikol Junçaj $300, Eurocat Incorporation Paul $500, Kolnoshi Camaj $300, Gjergj Dëdvukaj $400, Haxhi Zeneli $200, Gjeladin Zeneli $200, Robert Leshi Junçaj $100, Lulash Toma Nicaj $500, Luiz Samaj $300, Vilson Pashku Lëgjuraj $500, Senat Ljulanaj $300, Prent Franja Bojaj $500, Tom Luc Gjönlekaj $1000, Gjeto Marku Bojaj $300, Luiz Noa Bojaj $500, Pjetër Gjok Bojaj $500, Lek Noa Bojaj $1000,
Fran Zefi Nicaj $1.000, Mark Letoti Ulaj $500, Viktor Pietri Junçaj $400, John Martini Junçaj $400, Fran Markola Lëzuraj $500, Daniel Ivezaj $200, Steven Vasil Shtiefni Vezaj $1.000, Sandri Morici Shoqata Rugova $500, Markle Age Ivezaj $1.000, Dr. Palok Camaj $500, Tom Zefi Vezaj $500, Gjergj Doda Camaj $1.000, Noa Tom Nicaj $500, Marian Gjoka Gjeloshaj $500, Pashko Marku Kërcaj $200, Albert Pola Cacaj $300, Pretar Zefi Noculaj $300, Gjergj Gjeloshi Ulaj $100, Joseph Kalaj $200, Rok Noa Camaj $200, Gjoki Lugjuraj $200, Lindon Pranqi Delvukaj $300, Nik Gjoka Palushaj $200, Vasileka Junçaj $5.000, Ljular Zefi Junçaj $500, Lësh Marashi Junçaj $500, Zgjon Kola Gjokaj $1.000, Pashko Roku Camaj $500, Martin Vulaj $500, Anton Pietri Delvukaj $2.000, Pjetër Nosh Zgjelaj $100, Shaci Gjokaj me Vllazni $500, Qazim Dedushi $500, Fondacioni Plavë dhe Gucin $2.000, Ismet Halili Gjënbalaj $500. Zoti bashkëpërdet me të mira, me familje të tuaja dhe në çdo organizativ për ndërtimin e televizionit Bojnë. T'ju falenderoj përzemërsisht të gjithë juve që jeni këtu prezent, të falenderoj të gjithë ata që edhe para takimit sotëm, po ashtu këtu në New York, kanë lanë kontributin e tyre, të falenderoj të gjithë ata që kanë lanë edhe ma parë, dhe falenderoj të gjithë ata që do t'japin edhe në të ardhmen. Dhe përmes kësaj dua nikosisht të përshëndes dhe të falenderoj për punën jashtëzakonshme që televizioni Bojnë në krye me zonin Sandra Bojaj dhe me gjithë stafin janë të punua dhe si fryti punës e tyre vërtet arsyeja që neve jemi këtu sot për t'i përkrah dhe si që tha edhe zotri Nikol Junçaj që neve sa do pak të japim një kontribut gjithësisht, një përshqesh për veprimtarin dhe punën e tyre në çështje kombëtare, gjithësisht në kauzën e madhe të ruajtjes së gjuhës dhe identitetit kombëtar. Edhe një herë faleminderit shumë për pjesëmarrjen, ju falenderoj të gjithëve për kontributin tuaj dhe shpresoj besoj se Zoti do jesh ai që do t'ju shpërblej aty ku ju dëshironi. Nga Plantsville, New York, fushata për mbledhjen e ndihmave për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Al TV USA, Bekir Sina.